Miftinia e Shkodër ka organizuar tribune radhës fetare e ftuar për dhënë mesazhe dhe këshilla ishte teologja Aida Shega, njëkohësisht mësuesin e medresen Mustafa Varoshi në Durrës. Në fjalën e saj para besimtarëve në xhaminë e Parruçës, ai u ndal për të folur për dijen. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam shqetësohej në kohën e sahabëve dhe ju thoshte: në kohën tuaj predikuesit janë të pakt, ndërsa dietarët ato që e kanë ruajtur nivelin e ekuilibrit, pra që e kanë integruar, që e kanë implementuar apo që e kanë rëndësuar besimin e tyre në vepra në sjellje, ato janë dietarët, ato janë të mençurit. Thot, dietarët janë të shumt, por do vi një kohë, thot, ku predikuesit do të jenë të shumt, ndërsa ato që ruajnë ekuilibrin do të jenë të paktë. Dhe realisht ne jetojmë në ditë të tilla. Flasim pa fund, këshillojmë pa fund, dhe në fund të ditës jeta kalon pa u kuptuar dhe çfarë është njeriu përveç se një grumbull ditësh. Në qoftë se kalon një pjesë e tyre, kalon e gjithë jeta jote. Prandaj në qoftë se ne dijen nuk e përkthejmë në vepra, ajo do të bëhet argument kundra nesh ditën e gjykimit. E të emurune nase bil birri wa tansawna anfusakum, thot Zoti në Kur'an. Ai urdhëroni njerëzit për të mira dhe ju harroni veten tuaj. Andaj, momentin kur ti merr një informacion, merr një dije të re, mundohu mos ta lësh në arshivat e mendjes tënde, por ta përkthesh, të japësh më të mirë nga vetja, dhe jo vetëm kaq, jo të mbetesh vetëm në përfitimin individual, por ta përçosh tek tjetri, pasi njeriu në këtë botë është misionar. Kudo që të jetë, ai është i urdhëruar që të ndajë të mirën dhe të ndalojë të keqen. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ku shef për ju është ndonjë të keqe, le ta ndryshojë me dorën e tij. Nëse nuk mundet me dorën e tij, me fjalën e tij. Nëse nuk mundet me fjalën, me gojën e tij, atëherë me zemrën e tij, po ky është imani më i dobët. Kjo tribunë fetare vinte në kuadër të atmosferës së 3 muajve të mirë.